Këto kanë këtë substancën e cila quhet ose quhen elagitaninat. Elagitaninat janë flavonoid ose janë komponent fenolik, që ndodhen më së shumti te frutat me një pigmentim të errët. Dhe elagitaninat, të cilat janë tek këto fruta të egra, pra tek shega, ndodhen tek boronica, tek mjedra, tek manaferat, ndodhen edhe pak në sasi shumë të vogël tek çaji i jeshil, por çaji i jeshil ka më shumë galokatekina, katekin stilben, epigalokatekin galat 3. Këto nëpërmjet disa elagitaninazave ose elagitaninhidrolazave ose laktonazave konvertohen në një substancë e cila quhet acid elagjik. Acidi elagjik pra formohet si pasojë e konsumimit të frutave të egra. Pra sa më shumë tjetë dieta jonë që siç ne konsumojmë perimet, proteinat, acidet yndyrore, prandaj dhe kemi dietën mesdhetare, që ka acidin yndyror kryesor, pra yndyrnat të shëndetshme, proteinat dhe karbohidratet cilat janë të shëndetshme, sepse dhe këto kanë sheqer, dhe këto kanë glukozë, por është e shëndetshme dhe janë karburant të qelizës. Pra aty është shega, është pjesa e boronicës, janë mjedrat, manaferat. Këto duke qenë se kanë acidin elagjik ose elagitaninat, formojnë këtë substancë që quhet acid elagjik. Acidi elagjik nëpërmjet elagitanin hidrolazave, tanazave, tanin acil hidrolazave konvertohet në një lëndë e cila quhet urolitin. Urolitina zakonisht formohet si pasojë e veprimit të baktereve të mira, që cilat quhen Gordonobacterium urolitinofaciens dhe elagitobaktereve. Pra, elagitanin, acid elagjik, urolitin. Urolitina është produkti përfundimtar. Urolitin alfa është më kryesore dhe urolitin alfa vepron tek zemra, vepron tek mëlçia, vepron tek sistemi i veshkave, vepron tek endoteli deri tek qarkullimi i gjakut. Është shumë e shëndetshme lidhja e zorrës dhe e trurit. Endotel është ena e gjakut, është pjesa e qarkullimit brendshëm, se si qarkullojnë proteinat ose se si qarkullojnë lëndët e gjakut. Pra, elagitaninat shpërbëhen flavonoidët, pra depolimerizojnë lidhjet fenolike, si pasojë disa hidroksilazave që unë i përmenda, elagitanin hidrolaz, laktonaz, galatodekarboksilaz, të cilet janë përsëri në pjesën e sistemit tonë tretës, dhe formohet ky komponent që quhet acidi elagjik. Acidi elagjik nëpërmjet mikrobiotës dhe Gordonobacterium urolitinofaciens, elagitobaktereve, bifidobaktereve, formon urolitinën. Dhe urolitina është substanca që lidhet drejt për së drejti me inflamacionin ose me neuroinflamacionin në tru. Dhe prandaj që është shumë e shëndetshme që të konsumojnë këto ushqime tani në stinën e verës. Madje janë shumë herë më të shëndetshme se ato ushqime të cilat nuk janë të stinës, siç është ananasi, mangua, fruti dragojt. Se di sepse në market kur shikon fruta nga më të çuditshmet, por ato të cilat rriten me anë të fotosintezës në nivel të shëndetshëm, pra rriten edhe me burime ose me faktorë të shëndetshëm, jo me pesticide, janë shumë herë më të vlefshëm se sa ananasi që është edhe trend, ose se sa mangua, ose se sa një fruti tjetër i çuditshëm që vjen nga Kolumbia ose nga Zambia apo nga vendet ndryshme të Afrikës. Sepse ato nuk i njeh genetika jon, edhe ne duhet konsumojmë ushqime të cilat janë të stinës. Ushqime të cilat janë me të vërtet të stinës dhe që zora jon, mikrobiota jon i njeh dhe i ka aleat. Tjetër, unë këtu kam pjesën e acidit elagjik. Pra si formoj urolitina zakonisht nga këto produkte ushqimore, nga boronicat, nga mani, nga mjedrat, manaferat, shega, luleshtrydhja, do thoni ju për luleshtrydhen. Për luleshtrydhen keni pak të drejtë, sepse luleshtrydhja vërtet ka pak pesticide dhe nuk mund të ketë luleshtrydhe shumë të madhe dhe në formën e mollës, apo me ato për masat e saj gjigande. Luleshtrydhja është shumë e vogël dhe kujdes me luleshtrydhen sepse mund të jetë edhe me shumë herbicide, sepse janë edhe shumë të kuqe. Është sikur luleshtrydhja është e pikturuar. Prandaj kujdes nga ky produkt, nga luleshtrydhja. Pastaj është edhe një produkt tjetër që çaji i jeshil që ne e përmendëm. Çaji i jeshil pastaj ka atë substancën që quhet galokatekin ose katekin stilbenët dhe ky ofron një dilatim, vazodilatacion për enët e gjakut. Këtu është pjesa e shtratit të florës ose të mikrobiotës, që këto ushqime që unë përmenda djegin dhe yndyrnën.
janë shumë të shëndetshme për pjesën e favorizimit djegjes së yndyrnës ose të uljes inflamacionit, sepse ndihmojnë edhe mëlçin. Pra frutat e egra, manaferat, mjedra, mani, duke qenë se bëjnë të mundur dhe atë lipolizën. Por çfarë kanë edhe brenda? Kanë dhe polifenol të tjerë ose acide fenolike të ndryshme, mbrojnë dhe mukozën intestinale. Vet urolitina, e cila formohet në zorën e trashë, si pasojë këtyre metabolitëve pararendës që unë përmenda pak më parë, që do ta tregojmë pak më parë, do ta tregojmë edhe në imazh, ndihmon edhe drejt për drejti enët e gjakut në zemër. Pra ndihmon arteret koronare, ndihmon pjesën e vazodilatacionit aty, ja ku e kemi. Urolitina zakonisht është edhe një substancë që mbron edhe pjesën e organeve të ndryshme, pra të stomakut, që mbron pjesën e zorëve, dhe këto quhen polifenol. Polifenolët, ne kemi thënë se çfarë janë. Polifenolët janë substanca bioaktive me komponent ose me funksion anti-inflamator. Është edhe një lëndë tjetër e cila është sikurse dhe urolitina ose si acidi elagjik, që quhet dihidrofenilacetiku ose acidi valerik ose fenilvalerolaktonët. Dhe fenilvalerolaktonët janë një substancë ose një metabolit që formohen nga mikrobiota, nga ky ekosistem që mbron mëlçin, pankreasin, zorën e trash, dhe që formohet si pasojë degradimit, zbërthimit flavonoidëve deri në monomer ciklik, dhe që quhet dihidrofenilacetiku, sikurse dhe fenilvalerolaktonët, që janë përsëri metabolit me funksion anti-inflamator ose molekule që formohen nga këto substanca. Pra sa më shumë e larmishme të jetë mikrobiota jonë me perime, me fruta të stinës, me produkte ushqimore të stinës, aq më shëndetshme bëhet edhe shtrati jon i brendshëm. Sepse nëse ne konsumojmë një ushqim që nuk është i stinës, siç unë ua përmenda pak më parë, atëherë mikrobiota jon nuk e njeh. Dhe nëse nuk e njeh, atëherë nuk ka asnjë vlerë. Për pjesën dhe të disa substancave të shëndetshme dhe antikancerogjene ka dhe shtogu, që shtogu nuk është se është frut. Shtogu zakonisht është edhe një bimë e cila lidhet me alergjin, lidhet me trajtimin e alergjisë, lidhet me pjesën e uljes së triptazës apo të autotoksinave, që do ta përmendim në një emision tjetër. Pra, urolitina, e cila është një substancë që mbron trurin, që lidhet me Parkinsonin, jo se ata persona cilët, se mos keq kuptohet, që kanë këto sëmundje, duhet të përdorin gjithë një sheg për të shëruar Parkinsonin. Ka lidhje midis zorës dhe Parkinsonin, dhe vetë substancës së urolitinës në fiziopatologjinë e Parkinsonit ose në ecurinë e Parkinsonit. Se si kjo manifestohet pra me anë të proceseve fiziologjike që qelizat ose organet kryen. Prandaj, urolitina është shumë e vlefshme për trurin, sepse merr pjesë në mitofagi, në biogenezën mitokondriale dhe mbështet, ndihmon funksionin e organeve, që zakonisht nxitet nga këto produkte ushqimore. Pra nga produktet që përmbajnë elagitanina, shega, boronicat, luleshtrydhet, mjedra, arat, lajthice dhe frutat e thata e nxisin prodhimin ose formimin e urolitinës, që është lëndë shumë e rëndësishme për përqendrimin, për gjumin dhe për aktivitetin e trurit. Prandaj fëmijët e kanë të domosdoshëm dhe i kanë patjetër të domosdoshëm në pjatën e tyre konsumimin e frutave të thata dhe konsumimin e frutave të egra, gjithnjë të stinës.